Janë imazhet e cilat hasen në fotografitë e shkrepura në trojet shqiptare para një shekulli. Kush në prag të shekullit e kush përtej 100 vjeçarit, imazhet e fotografëve të huaj që kanë kaluar në këto anë dëshmojnë për jetesën e asaj kohe. Varësisht se ku janë shkrepur, paraqesin të dhëna edhe për etnografinë e asaj zone. Burra me qeleshe e veshje kombëtare, e gra që veshjet popullore i bartin me krenari, por kësaj radhe këto imazhe vinë si piktura, kryesisht në bardhë e zi. Rrënjët titullohet ekspozita e hapur në hanin e Dy Robertëve në Prishtinë. Në dimensione të mëdha aty vinë riprodhime në pikturë të imazheve të shqiptarëve nga të gjitha trojet, Çamëria, disa zona të asaj që sot është Maqedonia e Veriut, e pastaj edhe të zonave shqiptare në Mal të Zi, takohen nëpërmjet personazheve. Janë lahutar, punëtor, burra odash e deri te paraqitjet që flasin për dramën kolektive të zhvendosjes së shqiptarëve nga ajo që sot është Serbi, siç që Sanxhaku i Nishit. Autori grafist me profesion, kësaj radhe në pëlhur ka bërë riprodhime imazhesh. Fatmir Loshi jeton në Itali për gati 3 dekada. Për rrënjët, ai ka punuar në 2 vjetët e fundit. Në bazë të pikturave, shihet se ka bërë punë të pandërprerë. Siguria ka vënë vetes mision që në pëlhur t'i bëj të flasin personazhet e fotografive të njohura. Fotografitë bardhëzi, si mos vjetrat që në para shekulli, në shekulle 2 decenni që janë shumica për këtyne, kanë një vlerë të veçantë, se mas pari janë dokumente. Edhe mira këtyne është që nuk janë bëme për neve shqiptarë, për janë bëme për autore fotograf të huj, që është, aja ty është Zvicran. Tjetëri këto është anglez, ka francez, është edhe në një vendit për shumica në të huj. E kjo mas mire dokumenton origjinën edhe si të mos originalitetin e fotografive dhe e fotografive unë i këmë shëndru vizatime dhe piktura. Karakteri është ai, vetëm që kanë karakter tashmë artistik dhe janë modifikuar në atë mënyrë që mu duk si vizatime pikturë, jo mos si fotografi. Po baza gjithmonë është besnike e fotografisë. Mu kanë ndez një dritë, se më pëlqejnë fotografitë antike shumë. Edhe se unë si grafist, se unë e kam studiu grafikën te Fatmir Krypa, aty kemi marrë bazën e kontrastit. Do të thonë, për mu baza e vizatimit është kontrasti. Edhe loja me dritije. E për aty tash edhe fotografia ka shumë lidhje me grafikën. Kështu që është një bashkëpunim shumë i mirë dhe një lidhje shumë e fortë. Pikturat sikur ngjallin shqiptarët e dikurshëm që jetonin në hapësira ku sot s'deklarohet kush shqiptar. Personazhet e Çamërisë kanë goxha hapësirë në punimet e Loshit. Janë gjithka rronjët ka kanë met jashtë trungut, se trungu Shqipëri-Kosovë dje që jemi, nuk ka nevoj me aqa halin as Shqipërisë as Kosovës, se na jemi, ekzistojmë, dhe ekzistojmë fuqishëm, e duhet me ndihmu ata që ka ngel jashtë. Për kurator ka mikun e tij të studimeve, Tafel Pecin. Dikur para një 3 dekadave kam pasur edhe një ekspozitë të përbashkët. Qenë student të profesorit të grafikës Fatmir Krypa. Fatmirin faktikisht na jemi kolegë dhe kemi studiu bashkë, ai ka studiu grafikën, njëkohësisht edhe kemi studiu grafikën, që në kohë gjatë ky jeton dhe vepron në Firenze si piktor. Ideja ka qenë thjesht marrëm me disa persona ose individ të cilat nuk janë shumë të rëndësishëm në skenën ose nuk ka qenë shumë të rëndësishëm në skenën aktuale, qoftë politike ose qoftë në çështjen kombëtare. Ideja ka qenë të trajtojmë disa figura të cilët kanë qenë imazhe fotografike të njohur ndërkombëtar, e siç ka qenë domosdoshmë persona qoftë nga dëbimi, qoftë persona të shitës apo me veshje kombëtare, dhe gjithë këtë punë të fotografëve me renomë ndërkombëtare ta kthejmë në një vepër art. Personazhet sikur janë në kërkim të kohëve të dikurshme. E vetë titulli tregon se bëhet fjalë për rrënjë që tashmë vinë me një farë freski dhe mision. Kërkojnë që të mos jenë pjesë e të harruarës.